jem në një zonë ku kem një terren të minuar për çdo veprim që bëjmë që mund të cilësohet jo kushtetues, kushdo që qënë rast në gjykatë kushtetuese. Dhe kjo legislaturë do të jetë më jetë shkurtja, sipas nuk po muj me kuptu. Nëse nuk bëjmë pakt, siç e ka Voltaire traktat mbi tolerancë. Traktat mbi heshtjen, po them kështu, që asnjëri të mos e çojë kushtetuese, mund të shpëtoj një qeveri ose një president. Po përndryshe e bardha nxehtëse. Si rekomandim, domethënë, imi kishte me qenë për shkak të përvojës së gjatë politike, institucionale, kushtetuese, si rekomandim kishte me qenë që në momentin të konstituimit të parlamentit të mirën, domethënë, veprime për ndryshimin edhe sa amendamentimin e kushtetuesës nëse përket presidentit edhe disa ndryshime tjera, të cilat sepse ne kemi cek disa herë kushtetuta jonë në kuadër të kushtetutave të imponuara ose të kushtetuave të kurzuara, kuptimin e saj se nuk është kushtetuta referendare, nuk është me referendum, por është me pakon atisare. Bazë themelore ka pakon atisare, të cilat disa të drejta i kanë të cungura fatkeqësisht, domethënë si shumicë e popullit shqiptar. Pavarësisht që Kosova u bë shtet si rezultati i kompromisit, nëse më dhe mashtu ndërkombëtar. Gjysmën e dytë të shekullit 19-20, gjitha shtetet që u bën si të tilla në rrethona paqe fitore në ndajtën me humsit. Në këtë rast humsit janë serbët dhe Kosova i ka Serbia, faktikisht. Serbia, taksativisht, po Serbia. Dhe serbët që jetojnë në Kosovë kanë këto drejta të privilegjuara kushtetuese. Unë kam thonë disa herë, domethënë e kemi, domethënë është krijuar një narracion. Ato të drejta të privilegjuara nuk kishin pengesë, nuk u bën sebeb që Kosova të mos ketë president. Apo jo tani? Jo, absolutisht. Ka fajet, i kanë përgjithësitë literat e shumicës. Do të thotë serbët e Kosovës në kuptimin kushtetues janë të privilegjuar. Arsyeja është kushtetuese, sepse kushtetuta ka kapitullin 2 dhe kapitullin 3 për drejtat dhe liritë e njerit. Kapitullin 2 e ka për drejtat dhe liritë universale, që nuk kupton duhet me hinë edhe serbët. Kapitulli 3 ka për drejtat dhe liritë e serbëve, minoriteteve, domethënë kinelin 58, të cilën decidivisht thotë se përveç që duhet më kujdes shteti, domethënë për këta, edhe individ, edhe populli shumicë duhet më kujdes për të drejtat e tyre. Se ishte një kompromis i madh tash u kështu, në të cilën ishte imponuar kushtetuta në kuadër të kushtetuta imponuara. Domethënë nuk është kushtetutë me referendum, në referendumin e kupton. Edhe tash kemi probleme të kësaj natyre. Por problemin e krijimit institucionit nuk janë serb. Absolutisht, na jemi shqiptar. 100 shqiptarë janë deputetë rreth. Me që thot populli me babgjysh, që kanë mundësi, domethënë, edhe me i kalu marrëveshjet ndërkombëtare me dy tretat që ka, domethënë, edhe kanë, domethënë, ligjet organike, kanë mundësi me kalu për presidentin, për qeverinë, mas flasim për parlamentin kështu. Për t'i dhënë kuptim shtetit Kosovës. Absolutisht. Si ndalës. Absolutisht. Me gjithë qasin që shohim të tyne dhe absolutisht. Përpjekjet që bën Serbia nëpërmjet listës serbe për ta minuar Republikën e Kosovës. Si do të qoftë, është kuadri shumicë, kontingjenti deputetëve shumicë, profesor Kryzio. Shumicën kombëtare, të ne që e quajmë minoritete. Ne si popull duhet me konsideru si pjesë integrale. Edhe kemë ne përgjegjësi si shumicë. Ne jemi mbi 90% shqiptarë jemi në Kosovë. A kupton? Ai duhet me qenë pjesë integrale e vendit tonë. Nuk duhet me kriju narracione të cilat të krijojnë armiqësi. Sakt. Një deputet i cili jep betimin në parlamentin e Kosovës, e jep betimin, edhe dije se si jepet betimi, ai deputet është i barabartë me çdo deputet tjetër. A dën serbi Kosovën, nuk e dën zemrën, na nuk kemi me hi. Por ai duhet me respektu ligjet, aktet normative, aktet ligjore, kushtetutën, edhe u kry. A dën ai Serbinë më shumë, a dën Kosovën, është problemi i tij personal. Por na nuk duhet me kriju kësifar narracione se janë të dëmshme. Bota, domethënë, shikon ti si shumicë, si po sillesh ndaj pakicave. A kupton? Ata që janë destruktiv. Ta kemi parasysh, lista serbe nuk është konstruktive, është destruktive. Nuk e njohin Kosovën,
në kuptimin kështu, dhe në kuptimin politik ta quaj, në kuptimin institucional e njohin se komunat i kanë domethënë bazë të ligjit mbi komunat që i kemi në qeverisë lokale, po. Janë të kontrolluar nga ministri për qeverisë lokale. Është hierarkia, po. Po, gjitha, domethënë janë hierarki, por në aspektin e vullnetit politik ata nuk e njohin Kosovën si shtet, edhe janë bukur shumë destruktiv në kuptimin e kësaj. Po ishini të pa përgjithshme veprimet e shumicës ndaj tyre, se po çojnë lajmet që shumica po diskriminon. Ne duhet me respektu. Duke u shtyr atë pjatë propaganduese të Serbisë. Po, na duhet me ata, domethënë, me dhon hapësirë kushtetuese, edhe ligjore. Domethënë, veprimet kriminale që i kanë, duhet më marrë prokuroria, policia, duhet me vepru, siç vepron Prishtinë, me vepru edhe atje. Se ka veprime kriminale, se shteti nuk është gjysmë. Sakt. Unë në momentin kur janë bërë ndryshimet, për shembull, që kemi pas komuna paralele, të kujtohet, komuna paralele, do të thotë tabela paralele, posta paralele, këto sa me këta, unë e kam përkrahur në mënyrë të fuqishme veprime, domethënë se në veprime ligjore. Ka zbatuar ligjin, po. Absolutisht, nuk mund të pas një valutë, dy valuta në shtet. Dy komuna me një shtet, në familje. Ajo është absurde, se nuk e bën asnjë shtet demokratik. Edhe e kam përkrahur shumë fuqishëm këtë drejtim, domethënë në veprimet e cilat kanë bërë policia në veri. Edhe së kësaj dite i përkrahur në këtë drejtim, sepse ata duhet me vepru si në veri, duhet me vepru si në jug të Kosovës, aty si në Prishtinë, se ajo është pjesë integrale e territorit tonë. Domethënë territori i jonë ka afër 11.000 kilometra, të cilët duhet me rujt njëjtë. Edhe te ushtria. Ushtria jonë duhet me rujt tërë kufinin. Atë duhet domethënë, ministri i mbrojtjes, kryetari i shtetit, duhet me diskutu me natën. Ushtria, nëse vjen ushtria serbe ofrohet kufirit, ushtria jonë nuk duhet me ne dur kryq, duhet me ofru kufirit. Se ushtria e jonë ka për detyrë me mbrojt tërë kufirin, jo vish jugun. Jo vish Preshevën, këtë pjesë nga Preshevë, duhet dhe këtë pjesë tjetër. Sa ka rëndësi partneriteti me NATO-n për ju? Që ky partneritet nga përvoja ime në garancë, në mirëbesim. Po them shumë sinqerisht, nga përvoja ime me amerikanë, ta quaj kështu. Ata na përkrahin çdo ditë, veç duhet t'ia sqarojmë. Na përkrahin se për fuqinë, na përkrahin për rujtjen e shtetit, na përkrahin integritetin territorial, na përkrahin për ngritjen e kapaciteteve, na përkrahin çështjet e sigurisë. Edhe vetëm ata duhet mi bind. Kur nuk nalin, unë sa kam përvojë. Çka këtu nuk është në rregull. Po kemi një dialog të pezulluar për strategjik. Duhet mi bind ata, veç duhet mi bind, se kjo e drejtë është fundamentale, është e drejta jonë. Kur nuk kanë thënë jo, unë sa kam përvojën këtë drejtë. Veç duhet mi bind. Çka ndodhi këto vitet fundit në raport me ta? Sipas jush, profesor. Ka pas një... Ju lexoni gjatë këto situata? Absolutisht, po, absolutisht. Ka pas një... Nuk mund të themi që s'ka probleme, profesor. Jo, unë kam definu kështurit. Ne do të kemi marrëdhënie të mira reciproke me gjitha shtetet e Evropës, thonë demokratike që janë. Me Amerikën duhet, do ta dinë shqiptarët, me Amerikën duhet të kemi marrëdhënie të ngrohta politike. Jo vetëm marrëdhënie zyrtare, marrëdhënie të ngrohta politike, sepse ata konsiderojnë Kosovën si një pjesë të vetën. E konsiderojnë si rezultat i fitimit, se çka kanë fitu, një popull e kanë liru nga robëria. Ata për liri, dhe më thonë, Amerika është vend i lirisë. Dhe për liri, ata këte e zanë si sukses. Na duhet me pas respekt këtë drejtim. Duhet me pas respekt, duhet me pas komunikim, duhet me pas respekt, se në pjesë integrale, dhe më thonë, e ndërtimit të shtetit tonë.